Vjeshtën e vitit të ardhshëm pritet të nisë censi i bujqësisë, por realizimi i këtij procesi në kohë do të varet edhe nga miratimi i projektligjit në Kuvend. Në Komisionin e Ekonomisë, drejtuesja e Institutit të Statistikave, Elsa Dhuli, tha se kostoja për të numëruar sipërfaqen e tokës që mbillet dhe me çfarë, si edhe për të regjistruar numrin e bagëtive do të duhen 9.2 milion euro që janë kërkuar si financim nga buxheti i shtetit. Censi i bujqësisë është planifikuar të zhvillohet në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Bujqësisë për raundin e censeve 2020 dhe rregulloren e Komisionit Evropian mbi statistikat e integruara të fermave. Aktualisht, strategjia e censit është në proces përditësimi dhe miratimi zyrtar, varet nga miratimi i projektligjit për censin e bujqësisë. Lidhur me koston e mbulimit, parashikohet prej 92 milion lek ose 9.2 milion euro, të cilat fonde janë kërkuar nga buxheti i shtetit në planin buxhetor afatmesëm 2026-2028. Shprehen në vimësi edhe nevojat, jo vetëm për shtesë stafi, sikurse e përmenda, pasi aktivitetet statistikore janë shtuar, por edhe për infrastrukturë teknologjike në kushtet kur kërkohet që me synimin që censi vitit të ardhshëm 2031 të realizohet bazuar në burime administrative. Censi i bujqësisë përfshin të gjitha njësitë ekonomike që kanë në përdorim tokë bujqësore apo që kryejnë aktivitet bujqësor ose blegtoral brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ky cens do të bëhet 14 vjet pasi është bërë fotografimi i fundit i këtij sektori në Shqipëri. Numërimi pritet të zgjasë 4 javë dhe ata që refuzojnë të japin informacion për punojësit e Instat që do të angazhohen në këtë proces do të ketë gjoba nga 30.000 lekë deri në 100.000 lekë. Censi i bujqësisë ishte parashikuar për të zhvilluar në vitin 2022, por ky proces u shtyp për në 2024, por as ky objektiv nuk u arrit dhe afati i ri tashmë është viti 2026.